Po, patjetër që jam i kënaq, sigurisht 9 pikë nga 3 ndeshje dhe duke fut këtu edhe derbin pastaj me atë që ne kemi si kundërshtar, është rezultat i kënaqshëm, edhe unë mendoj që kjo është merit totalisht e çunave sepse kanë bërë një ndeshje të mirë edhe sot. Nuk du të hyj interpretimit sepse vim nga një ndeshje që ditën e njëjtë që dham gjithçka në fazën e sulmit, kështu që vështirësitë dijeshin, por që e kemi patjetër që të vazhdojmë sepse vazhdimësia është shumë e rëndësishme. Faktikisht ke luajtur ndeshjen sot pa një mbrojtës klasik me Islamin dhe Dimoski në mbrojtjen e majt, në të majt Abdurrahmani debutoi. Sa i kënaqur për këtë fakt? Jam i kënaqur, patjetër që jam i kënaqur sepse patjetër që nëse do i kishim të qendërmbrojtësat sigurisht do na bëshin pak më të lehtë, por edhe këto që luajtën më vjen mirë për Gashin që debutoi sot edhe ishte paraqitje për mua jashtëzakonisht e mirë, kështu që mendoj që edhe kemi fituar një çunë të ri që nga akademia që patjetër që ne kemi sytë edhe atje. Por që presim që të na kthehen, sepse patjetër që nëse je i kompletuar, sigurisht edhe manovra edhe interpretimi mund të jetë më i mirë, por ajo që është me rëndësi është kjo mentaliteti fituesit, sepse vështirësitë ishin, kanë humbur jashtëzakonisht energji në ndeshjen me Hibernian, por që tregon karakter dhe ky karakteri na u shërby me një fitore që unë mendoj që totalisht e merituar edhe nga çunat. Tani po të marrim gjithë 90 minutat, kishte momente ku kishim rënje. Arsetohen këto pikërisht me ato 90 minutat edhe faktin psikologjik me Hibernianin që kishim ca rënje, por në fund 4-1 duket bindës edhe jemi 9 gola të shënuar, 1 të pranuar pas 3 xhirove të para. Ajo që është bindse, okay, 4-1, por në momentin që ke ndryshime me numër të mëdha në formacion, patjetër që bi manovra. Edhe nuk ka manovër sepse po të shohësh për shembull, jo të gjithë këto lojtarë kanë luajtur me njëri tjetrin. Në momentin që të bi manovra, patjetër që ka edhe momente që nuk je mirë, por që ajo e rëndësishme është karakteri. Karakteri është i rëndësishëm sepse na ndihmon pastaj për vazhdimsinë. Nuk mendoj që mund të ketë ndonjë ndikim ajo eliminimi, por unë mendoj edhe jam i bindur që në momentin që ke ndryshime në grup, atëherë pak manovra bëhet më e vështirë. 9 pikë pas ndeshjeve të para, lider aty ku Shkëndija ju gjithë ne duam të jemi dhe jashtë Europës. Një objektiv mbetet titulli i kampionit. Është në rrugën e duhur dhe tani është një moment për një refresh të themi dhe gjitha forcat të shkojnë që kështu si është nisur të mbyllet ky kampionat edhe pse është akoma herët për të folur për diçka të tillë. Patjetër që është akoma herët, patjetër që ka ekipe që mund të shkaktojnë probleme gjatë rrugës, por ajo që është me rëndësi është ky fillimi i kampionatit, duke pas parasysh që ne gjatë gjithë kohës ditët e njëjta kemi luajtur në Kupat e Evropës, tani nga një kompeticion nuk jemi fatkeqësisht sepse tentojmë edhe atë për të luajtur në play-off. Tani, domethënë, ato energji që ne humbim edhe me udhëtime, edhe me ndeshjet Kupat e Evropës, tani besoj dhe shpresoj që t'i rekuperojmë. Shpresoj edhe këto lojtarët e lëndum që i kemi edhe ato të na kthehen edhe unë mendoj që jemi në rrugën e duhur, por që do të jemi me këmbë top sepse akoma është fillimi edhe patjetër që ka rrugë përpara akoma.